përmendët votën e diasporës, por ka dhe një pjesë të votuesve në Shqipëri, sidomos votuesit e rinj, të cilët mund të japin një vot anti-establishment. Çfarë dua të them këtu? Dua të them që ka një përqindje të njerëzve që mendojnë që gjithmonë ky vend ka qenë nga Berisha te Rama, nga Rama te Berisha. Si do të arrini ju që ta thyeni këtë establishmentin e krijuar Rama Berisha, Berisha Rama, sepse jeni dy njerëzit që keni konsumuar më shumë pushtet që mbas rënies së regjimit dhe njëkohësisht aspironi përsëri të jeni kryeministër. Pra si shkëputeni ju nga ky binom? Po. Mendoj se përgjigjja e kësaj pyetje ka dy aspekte. Spari, kam qeverisur 8 vite si kryeministër, ka qeverisur 12 vite si kryeministër. Në ato 8 vite, shqiptarët kanë ndër të tjera një arritje të jetës tyre që ishte heqja e vizave. Për herë të parë, pas kohë ata vizet të lirë. Në ato 8 vite, u bë investimi më rentabel në historinë e këtij vendi, që ishte rruga e kombit. Ajo rrugë, sipas disa ekonomistëve, i ka sjell vendit rreth 300-400 milion euro në vit. Pa atë rrugë, edhe më shumë mund të Tirana dhe Prishtina ishin 8 gjerëndhjetor. Mira apartamente janë blenë në Shqipëri dhe vazhdojnë të blehen, sepse po dhe pushimet vjetore, fundjavat, ato të gjitha ajo. Turizmi, që bumi turistik edhe sot ka komponent kryesor kosovar, që shqiptarët e Kosovës që përdorin atë rrugë. Ajo rrugë, në një farë mënyre, bashkoi dhe një kom që 46 vite ishte i ndarë, në kuptimin shpirtëror. Nuk është vetëm kjo. Antarësimi i Shqipërisë në NATO, edhe ajo përbën një arritje të jashtëzakonshme për një vend që kishte psuar në histori, ndër të parat që pushtohej edhe ndonjëherë nuk regjistroi se u pushtua siç ndodhi lufta e dytë botërore. U pushtua i pari, po vetëm gazetat edhe tek tuk protesta. Pra disa gjëra u bën. Thash unë përmenda parë luftën kundër korrupsionit. Disa rregulla u vunë dhe me një buxhet sa gjysmë e këtij u ndërtuan një infrastrukturë që është vetë aty ku është. Arsimi filloi të rritet sipas testit cilësisë PISA, jo se e them unë, nësa sot ra në pikjat. Gjatë u bë një luftë kundër krimit të organizuar. Dhe dy gjëra për ta mbyllur. Investimet e huaja dhe eksportet janë rritë të dyja 300 dhe 320%. Çfarë u bë? U krijua një mjedis miqësor për biznesin. Sot ti marrim pak këto 12 vjet. Shqipëria po rritej, numri shqiptarëve në Shqipëri po rritej. Këto 12 vjet çfarë ndodhi? Ikën nga 2014 a 2023 1.099.000 shqiptarë në hapësirën e Schengenit sipas. Çfarë ndodhi tjetër? Këta pensionistë të nderuar, që pak mirrin, pak s'tam se mirrin shumë, po mirrin më shumë se moshatarët e tyre në Kosovë, Maqedoni edhe tjetë, këta mbeten në ato pensione. Në një kohë kur çmimet shkuan në stratosferë, Malazezi me çmime në tulta merr 3 fishin e tyre. Nuk po flas pra për këtë. Çfarë ndodhi tjetër? Ndodhi përqendrimi të gjitha pasurive publike, buxhetit në dorë të një grushti njerëzish. Ndodhen
ndërtime publike me çmime 10 fishta krahasim me... Qartë, por unë do t'ju fus në BE, thot Rama, unë do t'ju fus në BE për 2 vjetë... Rama ka zgjedhur një lejmotiv pushate që i jep një koherencë. Ato janë të gjitha mashtrime. Sot i Berisha thot është në grada, nuk kalon do të oqani. Kam një aspekt tjetër të krahasimi. Pra, vetëm, zoti Berisha, cili do që krahason... a e dini që këto 12 vjetë kanë lindur dhe mund t'jem breza tërë cilët nuk e kanë... Nuk i din to, sigurisht. Nuk e kanë prekur qeverisjen tuaj. Dhe kur sot një i ri, dëgjon Ramën i cili thot 2030 do ju fus në BE, bën atë filmin 3D, ku ti shfaqesh bashku me Adriatik Lapajn edhe me Lulin si Pinoku, dhe ai ju thot, unë ja pasaportë europiane, pavarësisht dhe propagandës që quani ju, dhe gjithë, këti të riut që ti e këthen mbrapa, shiko, njëri sot, rrugën e kombit, dakor, rrugën e kombit a i quan të bërë, a i nuk e quan më një, ja, kjo po, a i rrugën e kombit e quan të bërë, nuk i kthehet më. Edi Rama është në pushtet nga viti 1998 gjerë sot. Po, Ministër Arsimit. Sali Berisha ka një histori tjetër. Kulture. Kulture, po. Sali Berisha në vitin 97 dha dorëheqjen, dhe në vitin 2005 u rikthye kryeministër. Në një kohë kur nuk e prishte kur, se atëherë menduar se Sali Berisha i tha Bill Clinton, i tha të ndjerit e Ibrahim Rugova, kur diçka i tha për mua Ibrahimi, i tha në ujrat e një lumi Ibrahim nuk lahesh do të 2 herë. Iku ajo. Por më rastisa në një darkë me Paul Walker. Paul Walker ka qenë një ekonomist dhe një nga këshilltarët e disa presidentëve me reputacion shumë të madh. Guvernatori Amerikë, Bankës Amerikane. Po darkonin me të dhe ai që na kishte ftuar i flet për mua. Më thot ka qenë president edhe kryeminist, po si Putini. I them unë pak më ndryshe se unë kam qenë 8 vite në opozitë. Ai e kuptoi gabimin e krahasimit dhe mjaftoi ky moment që ne mbete, u se kisha jo përpara që mbete miqmet, edhe mrapa ai më çonte. Pra, unë kam dalë në opozitë. Edi Rama ka mbet 28 vite në karrige i ngrirë. Një vit e gjysmë që në opozitë. Ku në opozitë? Nga 2011 në 2013. Ja more ti Bashkinë e Tiranës, arrove? Mirë, hiqa, bërë 27 vite. I bëri 2 vjetë pushim. Zbritja 27 vite, pra. Edi Rama në karrige pa, jo, 1 minutë. Nuk dha dorëheqje nga partia. Si shtot Basha, vetëm unë e kam mundur të Ramën. Unë dhash dorëheqje nga partia. Unë dhash dorëheqje nga partia. Jo, ai se kanë men parë dhe punë. Po pse çoj atë? Dha dorëheqje nga partia, po nuk e la parti, nuk e la parti. Zoti Berisha, kështu që janë 2 aspektet që nuk krahasohen. Neritan, ti jam. Po. Zoti Berisha, ne mund të bjem dakord me të gjitha këto gjëra. Problemi, këtu ka 2 probleme. Një që e preku pak Blendi që në vitin 2025, pra tani 11 maj, do votojnë qytetarë që kanë lindur vitin 2007. Kur ata janë veditësuar mbi Shqipërinë, 10 vjeç, 11 vjeç, nuk mbajnë mend as komunizmin, as së shkuar, as sakrificat asgjë. Pra kjo është e para. E dyta është propaganda, pastaj qeverisja e zotit Rama mbështetet me një propagandë shumë të fortë. Regjia, ma gjeni pak stafi sa veta do janë votues të rinë 2025-ën, vazhdoni Rita. Çështja qëndron që nga ana tjetër kemi një problem tjetër që votuesit shpeshherë nuk votojnë në mënyrë racionale, nuk bëjnë analiza të thella, arrin në konkluzione shkencore dhe pastaj vendosin. Dhe ne dimë që zgjedhjet mund mos i fitojë gjithmonë e drejta, mund mos fitojë gjithnjë më i miri. Zgjedhjet i fiton ai i cili arrin të bindë njerëzit sa më shumë. Pra në fund ditës ne mund të flasim sa të duash, mund bjem dakord për çdo gjë, në fund ditës duhet që ju aty të mbushni mendjen mua të votoj për juve. Dhe kjo gjë kërkon, e kemi thënë se më është bërë fjala frymëzim, kërkon edhe të prekësh pak frikrat që kanë njerëzit, edhe atë perceptimin që ka ta mbi të keqen e Shqipërisë. Dhe unë mendoj që vetëm një fushat, edhe njëherë po theksoj, morale kundër korrupsionit dhe në ekonomi, jo thjesht politikat sociale për të rritur këtë dhe për të ulur atë, se këto pavarësisht se janë masa ekonomike në kuptimin buxhetor, janë masa sociale, pensionet, çmimet. Por problemi ekonomik ka Shqipëria është se sot Shqipëria nuk prodhon dot mundësi për të rinj që duan të ikin, sepse ekonomia është e kapur, ke monopole në çdo fushë. Monopole, oligopole. Ke oligarkët të cilët jetojnë me parat publike, me kontratat publike. Ke krimi organizuar që ka depërtuar në ekonomi. Dhe vjen te kjo gjë. Çfarë ju afron Partia Demokratike këtyre njerëzve që shikojnë këtë si problemi kryesor të Shqipërisë? Ka njerëz që mund ta vlerësojnë shumë uljen e çmimeve, mund ta vlerësojnë shumë rritjen e pensioneve, por nuk votojnë për të. Votojnë për këtë gjë.
Duan një Shqipëri në të cilën të ketë mundësi për fëmijët e tyre, që fëmijët e tyre mos detyrohen të punojnë ose të bëhen anëtar të Forumit Rinor të Partisë Socialiste ose të Partisë Demokratike, ose të punojnë për qeverinë ose të punojnë për një oligark. Duan që fëmijët e tyre të jetojnë dhe të punojnë si njerëz të lirë në një vend që mund mos jetë më i mirë qenë në botë, por ama është vend i lirë ku ti mund të ndërrosh dhe mund ndërtosh një të ardhme. Mund të bësh arkitekt, mund të bësh jurist, mund të bësh inxhinier, pa qenë e nevojshme që duhet bësh kompromise në jetë dhe të jetosh në mënyrë të ndershme, qoftë edhe më pak i pasur se sa në Greqi, apo në Itali, apo në Sloveni. Dhe unë mendoj që ky lloj mesazhi dhe ky lloj vizioni është ai që presim ne, ose të paktën presun. Dhe besoj që presin shumë shqiptarë të cilët janë në qeverisë. Zoti Berisha. Absolutisht e drejtë. Zoti Berisha. Por ne ofrojmë. Ja vetëm një sekond, Zoti Berisha. Ne ofrojmë 114.642 zgjedhës janë ata që vinë që votojnë për herë të parë, që i takojnë vitit 2007 e këtej. Ata janë këmba e mbarë e kombit shqiptar. Por nuk kanë Dhe shumë joje të asaj. Dhe ata janë më të friksuarit për të ardhmen. Ata ndjen më keq nga çdo grup poshtë për mundësinë që ta ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri. Tani jam totësisht dakord. Edhe mbylla, ke prindër që i thonë fëmijëve të tyre ikni nga Shqipëria. Studioj dhe thonë mos u kthen në Shqipëri. Dhe është një fatësi për një kom ku prindërit thotë fëmijës mos hajde në atë dheun tënd dhe mos u kthej në atë dheun tënd. Pikërisht adresimi i këtij problemi lidhet me shtyllën e dytë të programit ton, që ne kemi quajtur Made in Albania, por që në të vërtetë është liri ekonomike e individit, është barazi në shanset ekonomike, është konkurencë ndershme, është barë ullët fiskale, është qeveri e vogël, është digitalizim dhe i burokracisë dhe i procedurave. Pra, ne qëllimi ynë më madhor është një Shqipëri që prodhon, sepse kjo Shqipëri punson, kjo Shqipëri gjeneron mirëqenje, kjo Shqipëri jep siguri. Ç'po ndodh sot? Sot, a keni dëgjuar ndonjëherë të flas për prodhimin qeveria? Nuk flet se ka 3 vite që bie çdo semestër prodhimi në vend. Absolutisht. Bie, është ka gjë në dhimbshme. Shiko, isha në fason e ka thënë kujtoj. E më tha se kthehen botë shtret tikin, po ata janë kanë qenë mbi 100.000 punëtor. Po janë forcë e rëndësishme në fasone. Dhe ky i la të falimentoj njëra mas tjetër, sepse po i hanë droga ato. Po, Zoti Berisha, si po i hanë droga? Po i hanë narko-euro. Po nëse ju do rrisni rrogat, ata automatikisht funksionojnë do të më. Jo, shumë dakord, po ne kemi provuar. Absolutisht ata do ndahen me fitim. Da them unë ty. Sepse e para njerë, ne, gjersa të presim aortat e kanaleve të zezat narko-euros. Atëherë ndalojmë tu, si? Urdo? Se kjo është domosdoshme. Sot Shqipëria jeton me paranë e drogës. Me zero tolerancë ndaj drogës. Me zero tolerancë ndaj krimit. Kjo është. E dyta, ulja e taksave jep një hapësirë të madhe biznesit, edhe për rritje rrogash, edhe për investime, edhe për punësim. Ulja e taksave, ulja e çmimit të energjisë, dhe rrethana tjera e bëjnë Shqipërinë tërheqëse për investimet e huaja. Shqipëria pa investimet huaja do të ecë me ritëm breshke. Absolutisht. Do ecë me ritëm breshke. Asnjë vend nuk zhvillohet pa investimet huaja. Imagjinoti investimet në Amerikë. Maqedonia që s'ka një plan det, ka zona industriale që funksionojnë në mënyrën më të admirueshme. Kurse këtu nuk ka, sepse këtu janë 5-6 vetë që rrethojnë dhe ndajnë dhe del emri tyre kudo, mor jo vetëm në biznes, por në sport, në kulturë dhe kudo, është e pa imagjinueshme. Ku shkon paraja, këta janë mbrapa. Po që se kanë lidhje në kultura dhe halal, po mu më duke se me kultura, se kanë lidhje. Kulturë duke lanë... Unë bëdhe një pyetje që më duket po... Bëj nga një pyetje tani dhe... E kam të rëndësishme, se më duket teknike. Një nga probleme kryesore që ka Shqipëria është financimi i partive politike. Financimi i partive politike. Në vitin 2021, Partia Socialiste ka deklaruar 43.000 euro që ka marrë dhurata nga biznesi dhe nga individët, Partia Demokratike 13.000 euro
dhe LSI-a 11.000 euro. Fushata ka kushtuar miliona euro. Në qoftë se partit krijojnë evazion fiskal, se nuk i deklarojnë, në qoftë se partit marrin para nga burimet palishme, burime korrupsioni, burime përkleruar, burime kriminale, është e pamundur që kur këto partit vinë pushtet të qeverisin në mënyrë të ndershme. Se kur vinë pushtet, ato duhet të lajnë borxhet që i kanë klientëve, krimit dhe kujdo. Flitet shumë pak për këtë gjë, që duhet ndryshuar ligji, duhet ndryshuar diçka, duhet bërë diçka për çështjen e financimit parti politike. Po s'u zgjidh kjo çështje, zorse mund të flasim pastaj për qeverisje dhe për plotësisht dakord. Ka një zgjidhje. Cili është qëndrimi? Ka një zgjidhje për mendimin. Financim me fonde publike. Ka vende që e kanë dhe Shqipëria ka shumë. Madhe Evropës e ka financim. Dhe Shqipëria ka shumë të nevojshme. Dhe pastaj hetim për çdo hap, për çdo transakcion, për çdo shumë jashtë fondeve publike. Shqipërisë i del shumë më lirë, shumë herë më mirë të financojë publiku, se sa ka vende që e bëjnë këtë. Pjesa më madhe e vendet e Evropës e bën. Dhe shumë më mirë dhe unë kam qenë, jam dhe do të jem për këtë financim. Kjo është okej. Mirela, pyetja e fundit dhe një pyetje të fundit në rritan. Po. Nëse nesër jeni një opozit blokuese në parlament, një opozit me numrat që Rama nuk bëdo ndryshimet kushtetuese, a do të bënit bashkim votash për ndryshime kushtetuese nëse në shkëmbim do të merrni diçka shumë të madhe, si për shembull shkrirja e SPAK-ut, largimi Altin Dumanit, mbyllja gjitha çështjeve që janë ndaj jush dhe familjarëve tuaj? Spari, absolutisht Partia Demokratike nuk ka luftuar dhe nuk lufton për shkrirjen e SPAK-ut. As për largim në Altin Dumanit, jo. Partia Demokratike ka luftuar dhe do luftoj për të drejtën e këtyre qytetarëve për proces ligjor të drejtë, dhe që sot në absolute nuk e ka. Sepse sot, kjo zonjë ose ky zotëri duhet të presë, si pas statistikë zyrtare, 15 vite për një proces civil në gjitha shkallët. Të injorosh këtë fakt, ky fakt është me pasojat e të mërshme, jo vetëm për qytetarët, po ky fakt me çështje civile ngrin dhe kushton miliarda euro. Prona, investime, tjere me radhë. Një kjo. E dyta, ne folëm për investimet huaja. Nuk ka investitorët i huaj, që vjen këtu në qofë se nuk e afirmos që unë do të njof të drejten e Londrës apo të drejten e Francës, që të vi të investoj 100 darë në Shqipëri me këtë sistem. Po me arbitrajët ndërkombëtare. 15 vite. E treta, duhet ta unë ju bëj thirrje njerëzve të mediave dhe të gjithëve, ta marrin shtruar problemin. Nuk ekziston në botë sistem drejtësie ku prokurori që dërgon dosjen të gjykatësi i kontrollon telefonin dhe kontrollon gjykatësin. Do më fali, po kjo është azgjësimi i gjykatësit. E pa imagjinueshme. Pra, problemet tona më themelore me drejtësinë janë këto. Dhe ky sistem drejtësie i lën qytetarët pa, janë sot në burgjet e Shqipërisë, 62% të burgosurve janë njerëz të plasur në burg. Jo, janë më shumë të paraburgosur. Ja, është të paraburgosur. Janë të paraburgosur dhe është një gjë të mërshme sepse vendi duhet jemi vendi i parë në botë për paraburgosur, që është prezumimi i pafajësisë. E bashkoni votën për riformimin e drejtësisë, për riformimin e drejtësisë. Vim tani tek aspekti politik. Nuk është invencion aspekti politik. Aspekti politik në realitet, kjo organizat politike ka arrestuar në vitin elektoral ose ndjek penale 3 lider të partive kryesore opozitare, një lloj sintonizi. Tani, ku është problemi? Problemi është ky, se për fat të keq, vendet që nuk kanë jetuar diktatura,
dhe brezat që nuk kanë njohur diktaturat, e kanë të vështirë të, si thush, të realizojnë se një prokurori politik është një prokurori e diktaturave. Sot, ja u them unë ju, vendi që lufton me ashpërsinë në mënyrë serioze, le të shtohem, me ashpërsinë më të rreptë të korrupsionit është Kina. Kina ka bërë një studim që tani. Si predoria e fundit zgjati vetëm 300 vjet dhe nuk zgjati më shumë. Dhe gjeti se korrupsioni është shkaku kryesor. Dhe tani Partia Komuniste e Kinës thotë unë do jetoj 500 vjet atje, jo sa predoria e fundit. Dhe korrupsionin, 100 vjet po i mbushin ata, pak nga pak. Por, prokuria kineze, prokurori politike që nuk denon vetëm korrupsionin, denon kundërshtarët politik të regjimit. Edhe në diktaturë, prokuria nuk denonte vetëm kundërshtarët e ndërhorës, denonte me ashpërsinë më të madhe edhe kriminalët e pronës publike. Ndaj dhe ky është qëndrimi, ky është problemi i Partisë Demokratike, është problem themelor i sistemit. Shkohet apo jo vota me Ramën, po jo për informatimin e drejtësisë? Nuk është çështje me Ramën, tani të vërtetën, këtu nuk është çështje me Ramën, këtu është çështje me Komisionin e Venecias, i cili është një think tank që unë i besoj shumë, sepse ka ekspertët më të mirë të ligjbërjes, dhe po i dalin, po del profetik shko. Komisioni i Venecias ka bërë një, se nuk është e ju të bëjë ekspertizë, ka bërë një ekspertizë ansore në rastin e përplasjes presidentit me... Për gjykatën kushtetuese, dhe gjykatën e lartë. I ka nxjerrë aty. Rrezikon të ketë një korporat e cila del jashtë çdo lloj standardi. Neritan, pyetja fundit? Mund ta bëj koment në vetëm pyetjes? Po tjetër. Kështu me modesti. Dhe kthehemi tek çështja kryesore. Në Shqipëri ka një aspirat për ndryshim. Opozitës i takon të sjellë ndryshim. Dhe opozita duhet përqafojë këtë aspirat, por duhet dhe t'i bindi njerëzit që ajo e ka seriozisht këtë aspirat dhe do punoj për këtë aspirat. Në fund të ditës, njerëzit do votonin për opozitën, po të binden që me ta gjërat do ndryshojnë. Dhe që të ndodhi kjo gjë duhet që opozita të bëjë një fushat morale, të bëjë një kontrast moral dhe të godasi të keqen shqiptare në thelbin e tij që është degradimi i pushtetit, i cili cënon lirinë e tregut, mundësit për shqiptarë dhe mbi të gjitha të ardhmen e shqiptarëve. Ju keni një program i cili mund mbuloj shumë gjëra, por ju mungon ende një fill, një rrëfenje vetme që thotë shqiptarëve. Kjo është Shqipëria nën Partinë Demokratike në vitin 2025-2029. Dhe kjo Shqipëri është një Shqipëri ku ka vend ka mundësi për të gjithë dhe mbi të gjitha ka mundësi për të gjithë për të ndërtuar një jetë të ndershme me djersën dhe me talentin dhe punën e çdo njeriu. Ky duhet të jetë për mua aspirata që